pak më parë është bërë edhe vendosja e gurthemeleve të 2 urave të reja pranë urës Iprit. Si e keni parë një vendim të tillë nga ana e qeverisë Kosovës? E shihni si veprim të duhur ose jo? Unë pak ma herët e pash një postim ku i pash ndërtimin e 2 urave. Unë kujtoj që urat vetëm krijojnë bashkëpunime, nuk krijojnë pengesa, kështu që në këtë kontekst unë kujtoj që mund të jetë veprim i mirë, por në kontekstin ende nuk mund të flas për se çfarë profile të urave apo çfarë ndërtimi do të jetë aty, kështu që nuk kam informata. Në fakt do jetë njëra qarkullim për qytetarë dhe njëra për qarkullim të veturave. Thash, urat nuk janë pengesë, është mirë të ketë ura sepse ato vetëm krijojnë. Por në fakt ajo që duhet ndalem më specifikisht është pikërisht pjesa që Bashkimi Evropian ka kërkuar që të mos bëhen veprime të njanshme. Sa ka koordinim të qeverisë në këtë pikë në këtë mes? Kjo, unë thash që këtë informatë mora nga postimet, normalisht duhet ketë koordinime, sepse pastaj po kemi ngecje edhe në diskutimet të mëvonshme, po kemi masa nga Bashkimi Evropian, kështu që unë kujtoj që të shterën diskutimet, pastaj të vazhdohet me punë në teren, por po flas këtu nështë pa informata bazike cilat mund të jenë. Qartëkurimi tek kjo temë në fakt është bërë ditur se pra tek vendosja e gurthemeleve është bërë edhe arrestimi ose ndalimi i 6 personave, pra policia e Kosovës ka ndaluar 6 persona pak para nisjes së ceremonisë për vendosjen e gurthemeleve për ndërtimin e 2 urave të reja mbi lumin Ibër, ku i praneshëm ka qenë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, teksa zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani ka thënë se personat u ndaluan për shkak të mos respektimit të urdhrave të policëve. Ndoshta kisha sugjeruar që nga të kthehen tek ne, e kemi në dalje të Prishtinës në mes të autostradës, ku hyn në Prishtinë kemi një grop madhe gati 2-3 vjet që është shemb edhe që qeveria e Kosovës nuk e ka sanu, kështu që të bëjmë përpjekje të punës edhe në vende të tjera, ndërsa për pjesën që folëm, unë kujtoj që të ketë koordinim, është mirë me pas koordinim që mos të kemi pengesa në ecje tutje. E shihni pjesën e Veriut si një shfrytëzim kushtimi është për fushat politike? Unë kujtoj që në një realitet normal Veriu nuk duhet me pa edhe nuk duhet me shfrytëzu në aspektin e zgjedhjeve lokale, sepse e dim situata si është në Veri dhe normalisht që nuk duhet të hyjmë në kalkulime të tilla. Unë kujtoj edhe dua të besoj që këto nuk duhet të ishin të tilla në këtë kontekst. Mirë, Zotë Xhafiri, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit ditare. Faleminderit për jush. Faleminderit edhe një herë. Vazhdojmë tutje të nderuar shikues me të